Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku publikon recetën magjike që i heqë dhimbjet e shpinës, nyjeve dhe kockave një herë e mirë. Shpeshherë njerëzit kanë tendencën ta injorojnë këtë dhimbje derisa dhimbja fillon të shndërrohet në diçka më serioze. Sidoqoftë nëse jeni në mesin e personave që përjetojnë dhimbje të tillë, atëherë kjo recetë do t'ju ndihmojë. Vendosni 5 gram gjelatinë në 1/4 e gotës të mbushur me ujë të ftohtë. Përzini produktin dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer, sepse gjelatina do të ngrihet. Pijen konsumoni çdo mëngjes në stomak të zbrazët dhe rezultatet do t'i vini re qysh në javën e parë. Nëse nuk ju pëlqen shija e pijes, atëherë mund të shtoni pak mjaltë apo kos. Përse është kaq efektive? Kjo pije është efektive sepse gjelatina i përmban 2 forma të aminoacideve, hidrospirolinën dhe prolinën, të cilat ndihmojnë gjithashtu në rikuperimin e indeve lidhëse. Gjelatina jo vetëm që është e mirë për nyjet, por edhe përmirëson sistemin e imunitetit, metabolizmit dhe aftësitë tuaja mendore. Një nga problemet më të zakonshme shëndetësore sot padyshim është dhimbja e kyçeve, gjendje e ndryshme e cila mundet të shkaktojë lëndime në kocka, ligamente, kërc dhe gjithashtu dhimbje rreth kyçeve. Nga ana tjetër, nëse se ju keni dhimbje kyçesh, do të vini re këto simptoma të ndryshme: ëndje, nxehtësi, dobësi, skuqe, paqëndrueshmëri, butësi dhe gjithashtu humbje të diapazonit të kyçit. Dhimbja e kyçeve mund të bëhet jashtëzakonisht e dhimbshme. Për fat të mirë, këtu ne do t'ju prezantojmë me diçka tërësisht natyrale, e cila do t'ju ndihmojë ju që të merrni një lehtësim të jashtëzakonshëm nga të gjithë përbërësit e thjeshtë që ju mundet të keni në shtëpi. Limoni gjithashtu është një frutë tepër i shkëlqyer për shëndetin tuaj dhe është i pasur në minerale dhe vitamina A, B1, C, B6, fosfor, kalcium, kalium dhe pektin, magnez dhe të tjerë. Shumë njerëz përdorin vetëm mishin e limonit, por nuk e dinë se edhe lëkura e limonit ka shumë përfitime shëndetësore. Lëkura e limonit përmban disa prona tepër të fuqishme antiseptike dhe antiinflamatore. Është i shkëlqyer për lehtësimin e dhimbjeve nervore, si edhe për përmirësimin e shëndetit të tuaja të enëve të gjakut. Është gjithashtu një mënyrë shumë efektive e cila do të lehtësojë dhimbjet e kyçeve. Këtu do t'ju paraqesim 2 mënyra se si lëkurat e limonit do t'ju ndihmojnë kundër dhimbjeve të kyçeve. Fillimisht ngrini lëkurën e limonit, por kujdes, do të fërkoni vetëm pjesën e verdhë. Vendosni lëkurën e limonit në zonën ku ndjeni dhimbje në kyçe dhe vendosni një fashë mbi to. Lëreni kështu për disa orë dhe do të habiteni nga rezultatet. Një tjetër recetë është kjo. Ju duhen 2 limon, vaj ulliri dhe gjethe eukalipti. Thjesht ju duhet që të qëroni limoni dhe mbajni lëkurat në një kavanoz qelçi. Siguroni që t'i mbuloni plotësisht me vaj ulliri. Më pas, shtoni gjethet e eukaliptit, mbylleni më pas kavanozin fort dhe lëreni të pushojë për 2 javë. Kur të ketë mbaruar kjo periudhë, mund ta përdorni për zjerjen. Zhyt një garzë dhe vendosni atë në zonën e dhimbshme. Mbulojeni më pas me një fashë. Për rezultate më të mira, aplikoni këtë metodë çdo natë para se ju të shkoni në shtrat. Kjo terapi fizike do të ketë më shumë kohë për veprim, pasi nuk do të lëvizni fare. Provojeni që sot dhe do të habiteni vërtet se si një metodë natyrale mundet ju ndihmojë kaq shumë. Në qoftë se jeni në kërkim të një ilaçi natyral, i cili do t'ju ndihmojë ju në qetësimin e dhimbjeve tuaja të forta, në kocka, nyje që ndonjëherë janë të padurueshme, jeni në vendin e duhur.
Kjo recetë do t'ju ndihmojë ju që të përgatisni një ilaç të mirë për t'i dhënë fund krejtësisht dhimbjeve të kockave. Padyshim, pjesa më e mirë është se përbërësit janë tërësisht natyral, jo të shtrenjtë dhe ndodhen po ashtu në kuzhinën tuaj. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një vezë, 150 ml uthull molle. Përgatitja dhe përdorimi. Në fillim lani vezën mirë dhe vendosni në një enë me uthull. Lëreni të qëndrojë për 7 ditë rresht. Pas 7 ditësh pushimi, veza do të jetë shpërbër. Në një filxhan, vendosni vetëm të bardhën dhe të verdhën e vezës pa cipën së bashku me uthullën. Sa herë që ju keni dhimbje konsumoni 10 ml nga kjo përzierje me një gotë ujë të nxehtë deri në 3 herë në ditë, derisa dhimbjet tuaja të zhduken. Dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përhapur kudo, edhe në Shqipëri. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik ndërkohë që gjatësia është rritur. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese, por shpesh kur këto ilaçe pihen me tepri, janë të dëmshme për stomakun dhe mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve që nuk dëmtojnë organet e tjera. Vaji i ullirit është i pastër me polifenol, të cilët shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëngjart bie në kontakt me organizmin, ai ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet më shumë kohë për të shfaqur. Gjithashtu, vaji i ullirit përmban edhe substanca që parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon kripdeti sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban gjithashtu magnez që forcon indet. Mineralet e tjera të kripa janë shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit gjithashtu përmirëson qarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë e tepërta të sodiumit në gjak duke ulur tensionin e tij. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në një enë dhe përzijeni së bashku. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar kështu zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Kjo kur duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mundeni të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi qelizat tuaja do të rigjallërohen, qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi imunitar do të jetë njëkohësisht më i fortë. Në disa raste, vetëm që lëkura juaj mundet të skuqet dhe kundër skuqjes ju mundet që të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Prandaj ne ju këshillojmë që ta provoni këtë kur. Nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mundet që të përfitoni sa më shumë. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.